I takon atyre divergjencave të mbrendshme. Ne përveç që kemi divergjenca me të tjerët, me të huajt, për interpretimin e historisë tonë, ne për fat keq kemi edhe divergjenca të mbrendshme. Dhe këtu njëra prej atyre pikave të cilat do të duhej të zgjidhej shkencarisht, në bazë të argumenteve, në bazë të fakteve, është edhe çështja e islamizimit të shqiptarëve. Asnjë dokument nga shumë që ruhen në për arkiva sot, nuk mund të konfirmoj se Perandëria Osmane ka përdor dhunën si mjet për islamizimin e të tjerëve. Së pari, ne këtë do të vështrojmë nga ligjet në bazë të cilave ka vepruar ky shtet. Ligjet, kanunnamet e Perandërisë Osmane të fillimit tregojnë se qëllimi i asaj perandorie në aspektin fetar të përhapjes së islamit ka qenë i orientuar vetëm të popujt që nuk kanë qenë ehlul kitab, sipas shprehjes tyre, që nuk e kanë pas një libër të shpallur, dhe këtu hyn këto fet monoteiste të njohura, domethënë krishterimi me katolicizmin dhe ortodoksizmin dhe këtë ebreizmi, këto tri, domethënë ata kanë pas objektiv ta përhapin islamin pikrisht të ata popujt të cilët nuk kanë pas libra të shpallur. Po. Ndaj tyre ka pas një program, por ndaj popujve të cilët kanë pas libër të shpallur, i kanë takuar një konfesioni që ata e kanë njoft këte, domethënë me ligjet osmane, ne nuk kemi asnjë element që mund të na çojë deri te ajo se islamizimi i shqiptarëve është bërë me dhunë. Kjo është tezë, është bërë me qef.